Si e shikon këtë politikën tonë? Do të thënë, si e shikon këto vitet e mbretërimit? Se ti ke pas edhe fatin e mirë apo të keq që ta imitosh. Ta imitosh mbretin. Unë shoh një ndryshim të jashtëzakonshëm ke kryeministri jon drejt një totalitarizmi, autoritarizmi, diktature digjitale. Pjavë më mirë si dush i prek çik gjitha. Ka shumë disiplina të autokracisë dhe diktaturës përzierë bashkë për mendimin tim. Dhe shoh që është i pasigurt dhe prandaj më kushton rrethin gjithmonë më shumë, prandaj ja bën më të vështirë atyre që nuk duhet ja bëjë më të vështirë. Prandaj rrethohet nga njerëz që i thon po, sepse e di që po të rrethohet nga njerëz që i thon jo, që janë taft, do ketë konflikt me veten. Dhe këtë konflikt, duke mos dashur ta ketë konflikt me veten, më mirë e përcjell, e çon diku tjetër dhe bën që shoqëria të ketë konflikt me vete. Dhe shoh që me keqardhje që gjërat do shkojnë keq më keq, siç e thamë në fillim, që do duhet prekim fundin. Nuk ka prekur ende fundin. Dhe kur preket fundi, pastaj luma ai që do ja dalë deri në fund për të dalë. Si